Ne kemi bërë gjithçka për të çmontuar një proces fund e kryje fars, standardet e arëmbimit kriminal të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, në 21 tetor të vitit 2024, në fakt janë edhe standardet e hetimit dhe standardet e paraburgimit. 18 muaj izolim politik nuk kanë nxjerrë në dritë asnjë fakt, asnjë akt, asnjë vendim të paligjshëm të zotit Meta, asnjë qindarë të paligjshme, asnjë pasuri të paligjshme dhe asnjë provë kundër tij, veçse sa kanë nxjerrë në dritë të diellit të vetmin fakt që sot zoti Meta është i burgosur politik me urdhër të drejtë për drejtë Edi Ramos, urdhër të cilin ai e dha nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste, i diktuar nga Charles Megonigali dhe që vijon ende fatkeqësisht të mbahet në izolim ekstrem thjesht dhe vetëm si pasojë e vullnetit politik të Edi Ramos.